Numri i bizneseve të reja dhe aplikimeve në regjistrat e administruar nga Qendra Kombëtare e Biznesit ka shënuar rritje gjatë muajit prill 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat tregojnë se në muajin prill 2026 u regjistruan 2009 subjekte të reja, nga 1793 që ishin në prill të vitit 2025, duke reflektuar kështu një rritje prej 12%, ndërkohë numri total i aplikimeve në regjistra arriti në 14.615 nga 13.873 aplikime në prill të vitit të kaluar, ose thënë ndryshe 5.35% më shumë. Rritja e regjistrimeve të reja është mbështetur kryesisht nga Tirana, e cila vijon të mbajë peshën kryesore të aktivitetit ekonomik, me 1026 subjekte të regjistruara në vetëm një muaj. Pas kësaj rëniten Vlora me 260 regjistrime dhe Durrësi me 225. Sipas dhënave të regjistrit tregtar, bizneset me kapital 100% shqiptar vijojnë të dominojnë tregun me 1762 subjekte të regjistruara në prill të këtij viti, ndërsa 212 subjekte rezultojnë me kapital tërësisht të huaj dhe 32 me kapital të përbashkët shqiptar dhe të huaj. Pjesa më e madhe e regjistrimeve të reja i përkas në kategorisë person fizik, me 1534 regjistrime, ndërsa janë regjistruar edhe 469 shoqërime përgjegjësi të kufizuar. Sektorët me aktivitetin më të lartë gjatë muajit prill 2026 kanë qenë tregtia me shumicë dhe pakicë, me 479 regjistrime, akomodime dhe shërbime ushqimor me 341 subjekte, si dhe shërbimet administrative dhe mbështetëse me 151 regjistrime. Aktivitetet të konsiderueshëm kanë shfaqur gjithashtu ndërtimi, informacioni dhe komunikacioni, transporti dhe magazinimi, si dhe pasuritë e paluajtshme. Të dhënat tregojnë gjithashtu se gjatë muajit prill 2026 janë regjistruar 629 subjekte të administruara nga GRA. Në regjistrin e lejeve, licencave dhe autorizimeve janë regjistruar 201 leje dhe licenca gjatë muajit prill. Prej këtyre 34 kanë qenë leje kryesisht për mjedisin dhe peshkimin, ndërsa 167 kanë qenë licenca të lidhura kryesisht me shërbime mjekësore, agjenci udhëtimi, operator turistik, tregti ushqimore, farmaci, transport ndërkombëtar. Ndërkohë, në regjistrin e pronarëve përfitues janë regjistruar 496 subjekte gjatë muajit prill 2026, ku dominojnë shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar me 466 regjistrime.